Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kërkon nga Kuvendi i Shqipërisë heqjen e imunitetit të deputetit, ministrit dhe zëvendës kryeministrit të Republikës së Shqipërisë, Belinda Balluku. Në njoftimin e SPAK thuhet se kërkesa është e mbështetur në kuadër të procedimit penal të vitit 2025 për dhënien e autorizimit nga Kuvendi për arrestimin ose heqjen e lirisë së Ballukut. Në njoftim thuhet se mbi të rëndon akuza për shkeljet e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo akande publike kryer në bashkëpunim si dhe në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt ndërtimin e tunelit të Llogaras. Në njoftimin e SPAK, sqarohet se shtetësia Belinda Balluku ka marrë cilësinë e personit nën hetim për dyshimin e kryerjes së njëjtës vepër penale për 7 procedura të tjera prokurimi me objekt ndërtimin e unazës së jashtme të Tiranës në të 7 lotët e saj. Mirë ka ardhur dhe reagimi i kryeministrit të Shqipërisë. Përmes rrjeteve sociale, Edi Rama shkruan se pasi u rrëzua nga gjykata kushtetuese për pezullim antikushtetues dhe antidemokratik të një antari të qeverisë, pa u tharë ende boja e vendimit të kushtetueses, prokurori në fjalë kërkon Kuvendit autorizimin për të arrestuar zëvendës kryeministren me burg ose në shtëpi. Sipas Ramës, arrestet pa gjyq në dash të shtëpi e në dash të burg janë bërë një modë vrazhd në Shqipëri, duke bërë Shqipëri një vend me më shumë të paraburgosur se sa të burgosur. Megjithatë, kryeministri deklaroi se nuk mund ta paragjykojnë kërkesën e prokurorit special dhe të përgatiten për të mbajtur një qendrim të drejtë, të qartë dhe të denjë si forca udhëheqëse e vendit dhe reformës në drejtësi. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryetarin në Kuvendin Niko Peleshi se ka futur në kasafort provat që SPAK paraqiti për kërkesën drejtuar parlamentit për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku. Berisha vlerëson se provat nuk paraqiten pasi ato ofrojnë të dhëna që tregojnë Belinda Ballukun si shërbëtore të Edi Ramës. Ndër të tjera, Berisha paralajmëroi se Partia Socialiste Niko Peleshi ka fut provat në kasafort dhe nuk ja u jep deputetëve të opozicës antarë të komisionit të verifikimit mandateve. Kjo nuk ka ndodhur kur, nuk ja u jep, sepse provat kanë gjëra të llahtarshme, të cilat e bëjnë Lubin thjesht një shërbëtore të Edi Ramës. Kërkoi të shtyjë seancën për votimin e heqjes së imunitetit të Ballukut për vitin e ardhshëm. Kërkojnë që ta çojnë pas vit të ri, ta spostojnë madje të mos mbledhin parlamentin gjersa të duan vetë. Deputetët e Partisë Demokratike do të kërkojnë mbledhjen në përputhje me kushtetutën, mbledhjen urgjente të parlamentit, dhe kjo është taksative. Partia Socialiste premton zbatimin e procedurave ligjore për heqjen e mandatit të deputetes dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Kuvendi i Shqipërisë e ka qartazi të përcaktuar gjithë procedurën që do ndjeki, me gjithë klithmat, ulërimat e gazmend bardhit. Kuvendi i Shqipërisë, siç e përcakton procedura, nesër fillon procedura. Ky është një rast ku Kuvendi i Shqipërisë do duhet ta kryejë procedurën sipas kushtetutës dhe sipas procedurës përcaktuar. Pas seancës plenare ku pati tensione me thirrjet për fillimin e procedurave për trajtimin e kërkesës së SPAK dhe numri 2 të qeverisë, kreu i grupit parlamentar Taulant Balla deklaroi se drejtësia mbështetet vetëm nga shumica qeverisëse. E vërteta është që të gjithë e dim fare mirë se SPAK-un e mbështet vetëm një forcë politike qartazi, që është Partia Socialiste. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi, mbledh të premten Këshillin e Mandateve për kërkesën e SPAK. Administrata e Kuvendit u shpërndau 10 anëtarëve të Këshillit vetëm kërkesën e prokurorisë për heqjen e imunitetit, por jo provat mbështetëse që SPAK i dorëzoi Kuvendit. Sali Berisha kërkon nga zëvendës kryeministra Belinda Balluku të informojë shqiptarët për pazaret që kanë bërë dhe dëmet që i kanë shkaktuar atyre. Pas përplasjeve në seancën plenare, kryetari i Partisë Demokratike pretendon se kryeministri ka vendosur për shkarkimin e numrit 2 të qeverisë. Pazari është më në fund, siç pata njoftuat 3 ditë më parë, se Rama ndodhej në zgjedhjen e më të vështirë të jetës së tij, midis Lindës dhe Belindës, midis Lubis dhe Lindës. Dhe Mram ka vendosur të mbaj Lindën, të lëshoj Belindën. Ndërsa nuk munguan dhe akuzat për pengmarrje gjatë aferave të dyshuara korruptive. Motoja e tyre është vill dhe ik. Ergys Agasi është njeriu më intim i Edi Ramës, terrorist me 2 pengmarrje dhe jeton i qetë pas një lloji bilës me mbrojtje shtetërore. Pezullim nga detyra për zëvendës drejtorin e policisë së Tiranës Erion Ismaili, arrest me burg për Ergys Agasin, arrest shtëpie për drejtoreshën e Agjencisë Kombëtare të Shërbimit të Informacionit
Mirlinda Karçanaj, si dhe arrest me burg për biznesmenin Ermal Beqiri. Masat janë dhënë në kuadër të aksionit të SPAK pas hetimeve për 12 tendera në Agjencinë Kombëtare të Shërbimit të Informacionit. Krahas asaj, SPAK ishte një aksion në Kodrën e Diellit ku ushtruan kontrolle në disa banesa. Byroja Kombëtare e Hetimit në Shqipëri mohon përplasjen me Gardën e Republikës të Ambientit e Kryeministrisë. Në përgjigje ndaj deklaratave të kryeministrit Edi Rama se 3 hetues kishin refuzuar të dorëzonin armët sipas rregullores në hyrje të ambientit të Këshillit të Ministrave, Byroja Kombëtare e Hetimit sqaroi se hetuesit kanë kërkuar informacion mbi mënyrën dhe vendin e depozitimit të armëve. Edhe pas informimit nga Garda, gjithçka ka vijuar normalisht. Prania e punojësve të Byros Kombëtare të Hetimit në ambientet e Kryeministrisë daton më 20 nëntor për ekzekutimin e vendimit të gjykatës posaçme të shkallës së parë, përmes së cilës është vendosur masa e pezullimit nga ushtrimi i detyrës të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Kryeministri Edi Rama më herët pretendoi për një keq përdorim të pushtetit nga organet e drejtësisë, duke komentuar kthtimin e Belinda Ballukut në krye të detyrës pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Edi Rama tha se vendimi i mëparshëm për pezullimin e Ballukut goditi organizimin demokratik të shtetit. Për këtë pretendim, ai listoi dhe një episod, duke thënë se ka ardhur koha e një reflektimi serioz, profesional dhe interinstitucional. Po kishin ardhur një ditë në godinën e Këshillit të Ministrave dhe nuk donin të linin patllaken tek dera sipas rregullores sigurisë së lartë të Gardës së Republikës. Pra, nuk dua kurse si të them se ferrat e mendësive dhe sëmundjet vjetra e kanë marrë uratën e drejtësisë së re, por dua të ndaj me të gjithë bindjen se ka ardhur koha një reflektimi serioz, profesional dhe ndërinstitucional për të ndarë beben e sapo lindur nga ujërat e pistë në një proces historik ku duhet garantojmë me dojmos suksesin e reformës në drejtësi. Duhet garantojmë me dojmos pavarësinë e Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha pretendon se veprimi i gjykatës për rikthimin në punë të zëvendës kryeministres Belinda Balluku jep asaj mundësinë të dëmtoj provat. Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët, Berisha tha se pas këtij vendimi nuk ka më asnjë pengesë për ministrat e Ramës për të vjedhur shqiptarët. Ukraina ka hequr dorë nga ambicia e saj për të bashkuar me Aleancën Ushtarake të NATO-s. Vendimi i shkruar në zyrat e Edi Ramës te i kalon mbi kalon të gjithë sistemi gjyqësor shqiptar i cili ka tagrin në përputhje me kushtetutën të shqyrtoj masat e sigurisë, gjykatës apelit, gjykatës lartë, duke anulluar pezullimin e Lubi Ballukut, duke i dhënë dhe një muaj e gjysmë kohë asaj që të falsifikoj, të manipuloj çdo dokument të vjedhjeve të saj kolosale me Edi Ramën direkt dhe me të tjerë. Politik. Partia Socialiste i bën thirrje deputetëve demokratë të mos të riqen nga reformat ligjore. Kryetari i grupit parlamentar të socialistëve Tauland Balla kërkoi që interesi i vendit të qëndrojë mbi çdo urdhër politik. Kushte, kërcënime, shantazhime me histori komisionesh apo votimesh në Kuvendin e Shqipërisë ndaj Partisë Socialiste, ndaj grupit saj parlamentar nuk ka. Me historinë që ne ikim, ne zvim, ne zvotojmë, ata të shohin punën vet, ne do shohim punën tonë. Ai e cilësoi vendimin e opozitës për të braktisur reformat në komisionet bipartizane si emocional. Do të presim reflektim nga ana tyre, është një vendim emocional, i mirë kuptueshëm në kushtet e javës së kaluar, por besoj që emocionet do t'u kalojnë edhe pas gjelit detit edhe baklavas, dhe në janar, për shkak të mbylljes së sesionit, me fillimin e sesionit të ri, t'i rikthehen punës. Balla paralajmëroi gjithashtu se nëse opozita nuk do të rikthehet në komisionet parlamentare, mazhoranca do të veprojë në përputhje me vullnetin e zgjedhësve. Pra, në rast se ata mendojnë që mund marrin peng komisionet për shkak se komisionet janë bipartizane me barazi mes pakicës dhe shumicës, atëherë ne do respektojmë vullnetin e shqiptarëve, të cilët kanë saktuar se kush është shumica dhe kush është pakica. Në përfundim ai theksoi se gatishmëria e mazhorancës për dialog mbetet e pandryshuar. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është treguar i prerë në qendrimin e tij, ndërsa theksoi se nuk ka asnjë lloj bashkëpunimi mes opozitës dhe mazhorancës pas ngjarjeve që rodhen me zgjedhjen e avokatit të popullit. Partia Demokratike nuk do të ketë për asnjë kandidat dhe nuk ka më asnjë lloj bashkëpunimi
me mazhorancën e drogës dhe të krimit. Në një dalje për mediat, Berisha pohoi se opozita do të nisë betejën me protesta deri në qeveri teknike. Taulan Toyota Yaris duhet ishte për veprat penale që ka kryer i dënuar të paktën me 30 vjet burg. Porositë si vrasje, sipas dokumentave zyrtare, të shkatruara me proces verbale, bashkëpunëtorin me ushti krimit, që shkoi dhe liroi me urdhër të Suel Çels. Ky është një ushtar i Suel Çels. Terroristët që vunë tritolin në nshalen e bicikletës së Lulzim Kullës. Ekonomi. Kryeministri Edi Rama ofroi fermerëve Bankën e Zhvillimit si një instrument financiar në mbështetje të tyre. Në një takim me sipërmarrës në Elbasan, shefi i qeverisë shqiptare vlerësoi se linja e re e kreditimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme e Bankës së Shqipërisë shkon deri në 250 milionë euro si fazë e parë dhe mund të arrijë deri në 2 miliardë euro. Krahas asaj, Rama vlerësoi se nga 7-1 që ishte raporti import-eksport për produktet bujqësore në mandatin e tretë qeverisës, ai ka arritur në 3.1. 3 mandate nga kur eksportet kanë vazhduar të rriten dhe të diversifikohen, duke kapur një vlerë që këtë vit, vetëm në nëntmujorin e parë, është më e lartë se sa e gjithë vlera e vitit shkuar, dhe duke u ofruar të përmbushim gjysmë miliard euro eksporte. Por ajo që është akoma më rëndësishme, kemi përmbysur raportin e eksporteve me importet, të cilin e kemi gjetur një eksport 7 import, dhe sot jemi në 1-3, duke vazhduar të shkojmë drejt tendencës ulse edhe të treshit, dhe synimi ynë është që të arrijmë objektivin e 1 eksport, 2 import, kur vjen puna tek prodhimi bujqësor. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Shqipëri, Andi Salla, në një takim me fermerë dhe sipërmarrës në Elbasan, premtoi rishikimin e skemës kombëtare të mbështetjes. Synimi sipas tij është për afrimin me Bashkimin Evropian. Gjatë fjalës, ministri Salla tha se për fermerët që deri më sot janë paguar deri në 50%, është parashikuar në aktin normativ shlyerja e pjesës së mbetur brenda këtij viti buxhetor, duke garantuar që çdo fermer të marrë mbështetjen e plotë që i takon. Për vitin që vjen kemi buxhetin më të lartë që kemi pasur ndonjëherë, rreth 16.3 miliard lek për bujqësinë, lektorin, peshkimin, ku 5.2 miliard lek do të shkojnë vetëm për skemën kombëtare të mbështetjes, si pagesë direkte për fermerët dhe grante të investimit për ferma dhe agrobizneset. Kjo shumë është 16% më e lartë se buxheti fillestar i vitit 2025. Nënshkruhet në Tiranë marrëveshja historike e bashkëpunimit ekonomik kombëtar dhe ndërkombëtar ndërmjet organizatave kryesore shqiptare të biznesit. Marrëveshja u firmos nga Alianca Kosovare e Bizneseve, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë në Tiranë, Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veriut Perëndimor, Unioni i Afarizëve, Vizioni i Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovsit dhe Forumi i Bizneseve Ulqin. Marrëveshja synon rritjen e bashkëpunimit ekonomik, forcimin e shkëmbimeve tregtare mes bizneseve vendore dhe ndërkombëtare, si dhe bashkimin e kapaciteteve intelektuale dhe kapitale për të përshpejtuar integrimin drejt ekonomisë së lirë të Bashkimit Evropian. Nënshkruhet marrëveshja, mundësojnë fluturime direkte Shqipëri-Kanada. Lajmin e bëri të ditur ministri i transportit i Kanadas, Stephen McKinnon, duke mundësuar për herë të parë fluturime direkte midis dy vendeve tona. Kjo marrëveshje krijon mundësi të reja për linjat ajrore, forcon lidhjet midis njerëzve dhe rrit më tej lidhjen globale të Kanadas, tha ministri i transportit Stephen McKinnon. Kjo marrëveshje hap rrugën për disa kompani ajrore për të operuar deri në 14 fluturime pasagjerësh në javë dhe 10 fluturime mallrash në javë për secilin vend. Kryeministri Edi Rama kërkoi penalitet për gjithë funksionarët që nuk i përgjigjen brenda afateve ligjore komisionerit për të drejtat e njerëzit Besnik Dervishi. Shefi i qeverisë bëri thirrje komisionerit që nëse në ditën 11 nuk ka përgjigje nga ministrat apo zyrtarët, atëherë reagimi duhet të jetë saksioni. Ne i kemi kërkuar të gjithë ministrave të bëjnë delegimin e kësaj përgjegjësie tek sekretarët e përgjithshëm. Një pjesë e kanë bërë, një pjesë nuk e kanë bërë akoma. Duhet sanksionohen ministrat, duhet sanksionohen sekretarët e përgjithshëm në ditën e 11. Dhe nëse kjo do të ndodhi në mënyrë të përsëritur disa herë, unë jam i bindur që do të krijohet një ndjesi urgjence e barabartë me urgjencën me të cilën punon
sektori i gotës gjysmëbosh. Ishte Edi Rama. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Presidenca e Bashkimit Evropian dhe Këshilli i Bashkimit Evropian për çështjet e përgjithshme vlerësoi pozitivisht ecurinë e Shqipërisë në përmbushjen e procesit të integrimit. Kërkohet zbatimi i vazhdueshëm i reformës zgjedhore, ndërsa theksohet nevoja për ruajtjen e pavarësisë dhe integritetit të strukturave në sistemin e drejtësisë. Këshilli vlerësoi punën e prokurorisë së posaçme në luftën kundër korrupsionit, ndërsa inkurajon institucionin drejt rekordeve të reja dhe forcimit të kapaciteteve. Raporti bën thirrje për hartimin e një reforme zgjedhore adresuar zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të mbajtura më 11 maj. Këshilli i BE-s nënvizon se zgjedhjet e 11 majit ishin konkurruese, por me mangësi që kanë nevojë për adresim. Shqipëria dhe mali i zi ka arritur përparim të mirë drejt Bashkimit Evropian, deklaroi presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa. Sipas tij, viti i ardhshëm do të jetë momenti i së vërtetës për përshpejtimin e reformave. Costa tha se vetëm duke e kapërcyer të kaluarën Ballkani Perëndimor mund të marrë plotësisht rolin e tij si antar i ardhshëm i Bashkimit Evropian dhe të kontribuojë në një Europë të qëndrueshme, të begate dhe të bashkuar. Bashkimi Evropian është dhe do të mbetet partneri ynë më i besueshëm i Ballkanit Perëndimor. Ata janë pjesë e familjes europiane dhe Bashkimi Evropian është vendi i tyre, nënvizoi presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa. Heqja e ligjit të luftës që qëndron ende në fuqi nga lufta e dytë botërore ishte në thelb të kërkesave të Shqipërisë gjatë vizitës zyrtare në Athinë të ministres së punëve të jashtme Elisa Spiropali. Sipas saj, ky akt nuk pasqyron realitetin e marrëdhënieve tona si aleat dhe miq. Një traktat miqësie dhe me perspektivë përbashkët europiane, Shqipëria mbështet përfundimin sa më parë të çdo lloji referencë ligjore atavike nga lufta e dytë botërore me pasoja në marrëdhëniet aktuale, e cila nuk pasqyron realitetin e marrëdhënieve tona si aleat dhe si miq, dhe dua ta falenderoj posaçërisht ministrin Gerapetritis për leadershipin e tij dhe për vizionin që ka për të krijuar një marrëdhënie me syt nga e ardhmja dhe duke i lënë pas narrativat e së shkuarës. Ky hap do të forconte më tej bashkëpunimin dhe vizionin ton të përbashkët europian. Krahas asaj, ministri ofroi bashkëpunim për zgjidhjen e çështjes së detit dhe delimitimin e zonës ekonomike detare. Ndër të tjera, ajo kërkoi bashkëpunim për çështjen e njohjes së pensioneve nga emigrantët shqiptar që jetojnë në Greqi. Ministri i jashtëm grek, George Gerapetritis, në takimin me kryediplomatën e Shqipërisë, theksoi se Greqia ka qenë pararoj idesë së Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Ndër të tjera, ajo ndal në zbatimin e të drejtave të minoritetit grek në Shqipëri si hallka e pandashme lise mes dy popujve. Duhet shikojmë drejt të ardhmes së marrëdhënieve tona. Minoriteti grek është hallka e pandashme lidhëse mes dy popujve. Tanë është ura e komunikimit dhe e mirëkuptimit. Gjithashtu një rëndësi të veçantë japi edhe kontributi i emigrantëve shqiptar, të cilët kanë dëshmuar një shkallë të lakmueshme integrimi funksional në shoqërinë helene. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj ndryshon krerët e lartë të ushtrisë. Dekreton lirimin e General Major Ilir Hasan Xhepexhia nga detyra e komandantit të forcës toksore. Në vend të tij, Begaj dekretoi emërimin e General Major Petrit Palçuni. Gjithashtu Begaj dekretoi dhënien e gradës madhore kundër admiral për kapitenin e rangut të parë, Arsen Burhan Mullaj, me detyrë shef i shtabit të forcës detare. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.